Ku jemi ne në krahasim me porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam që i ka thënë Ibn Abbasit ittaqillaha haythu ma kunt. Kije frikë Allahut kudo që ti jesh. Kudo që ti jesh, domethënë kur ti jesh përpara njerëzve, kur ti jesh vetmi. Porosi profetike për cilën ka nevojë çdo njeri për nesh nëse besimtari ka frikë Allahut kudo që ti jetë, ai ka përqen për të devotshme, ka për të arritur gradën lartë të besimit, ka për të adhuruar Allahun me këtë lloj adhurimi dhe ka përqen për njerëzit të dashur të Allahut subhanahu wa taala. Çfarë rreziku kanë këto gjunafe të cilat njeriu i bën ato në vetmi? Një prej selefëve e ka shtjelluar të problematikën e gjunafeve të mëdha në të cilat njeriu në të vërtetë nuk e ndjen vëzhgimin e Allahut kur është vetëm, dhe ka thënë kështu: gjunafet e vetmisë janë devijim, edhe bindjet e vetmisë janë përforcim në fe. Gjunafet e vetmisë janë devijim nga feja, edhe adhurimet dhe punët e mira që bën në vetmi janë përforcim në fe. Prandaj, subhanallahu, kjo rezultat që do nxjerrim tash është shumë i rëndësishëm. Thotë, prandaj nëse shikon një person, të cilin ti ke pas parë që ai ka qenë i kapur për fe, me radhë dhe ke parë që ka devijuar. Dhe ti mendon që si devijoi kaq shpejt, shumë papritur me radhë, mos mendo se ka devijuar papritur. Përkundër shkaktar për këtë ka qenë se ai kur ka qenë i vetmuar bënte gjunafe dhe kundërshtonte Allahun, edhe fshihej për gjunafe përpara krijesave. Edhe këto gjunafe të vetmuara u bën shkak që ai devijoi dhe ti shfaq më prapë ose ti bën normal, ti shfaq edhe përpara krijesave, dhe të devijoj edhe të humbi nga rruga e vërtetë. Edhe selefët, Allahu më shëroft, thoshin, domethënë tregonin që personi i cili bën gjunafin dallohet, që bën gjunafin vetëm në vetmi, dallohet gjunafe të tij në fytyrën e tij. Ndodh që disa njerëz gjunafet e tyre u shfaq Allahu nxirje në fytyrën e tyre. Prandaj ka thënë Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu: puna e mirë ka një dritë në fytyrë, dhe ka dritë në zemër, dhe ka zgjerim në rizq, dhe ka fuqi në trup, dhe ka dashuri në zemrat e krijesave. Dhe puna e keqe ka nxirje në fytyrë, ka errësirë në zemër, ka dobësi në trup, ka mangësi në rizq, ka dhe urrëtie në zemrat e krijesave.